Më ka gjresh, që shumë ka bon ana, e ka qitë fotografin, e ashtë më tharë që në tokë edhe më kanë torturu sa kanë mund. Momenti që u ballafaquam pas gati 3 dekadash në gjykat, nuk solli emocione të mira. Vetëm ajrin kemi mund të asisim brenda dhomës 6 metra katror. Vaj men që për çdo muaj rregullisht më ka torturu kur pa ndalë. Gjatë bombardime për çdo ditë. E lëshoj magnetofonin me zot lartë për mos muni brima, edhe ka përdorë dhunë të vazhdueshme ndaj meje. Kam qenë prej femrave më të torturuara në burgjet serbe. Edhe fizikisht edhe psikikisht. Sa që kjo më ka qenë podrum, ka qenë një dhomë podrum me mjete, lloj makina ndryshme, edhe më ka thonë, tha, kjo është veni, tha, ku kemi gri shqiptar, tha, edhe ti në për shto makina sot kime dhe për tu, edhe më ka gjresh, që shumë ka bon ana, e ka qitë fotografin, e ashtë më tharë që në tokë, edhe më kanë torturu sa kanë mund, deri sa s'ka mujt mi përbalu, është mundu me mështi me shkel fotografinë ashtë më thaqit, edhe nuk e kom shkel, në fund t'i kom thonë, nëzirë revolën në vram, se nuk e shkeli së është dhoje. Edhe kom marrë fotografinë prej toke, e kom qitë në gjyks. Kujtohen gjithmonë veç ngjarjet e këqijat, hidhura, dhunë sistematike të vazhdueshme që nga arrestimi deri në ditën e lirimit ton. Momenti që u ballafaquam pas gati 3 dekadash në gjykat, nuk solli emocione të mira, kuptohet. Ka qenë e dhunshme, shumë e dhunshme. Ka pas presion psiqik të jashtëzakonshëm në mënyrë të pandërprerë me të gjitha të burgosurat. Nuk ishte e vetmja, janë disa tjera që përmendën prej gardianëve dhe në këtë akuzë. Për të vu drejtësia në vend, duhet janë gjitha, sepse kanë qenë bashkëfajtore në dhunën sistematike, presionin shumë të madh psiqik e fizik, deri në livanosje që tha dhe prokurori i rastit. Mirë po, kjo është një pikë kthese për ne, sepse pas 2 dekadash e sa, është një shenjë pozitive që drejtësia po don ta vënë në pah dhunën e dikujt që me të vërtet kanë bërë presion të jashtëzakonshëm. Ai është quajtur burg, po mund të krahasohet lirisht me kampet e nazizmit, se çfarë kanë bërë me të burgosin shqiptar, pa dallim gjinie. Ka fy në komsi shqiptari, ka fy në formën nga më të ndryshmet, ka shti me bë punë që as mashkujt s'u bojnë, duhet me i bëj femrat. Janë mundu me të friksu në format nga më të ndryshmet. Vetëm ajrin kemi mund të asisim brenda dhomës 6 metra katror, asgjë tjetër. Po me atë shikim që është cilë atje edhe sot ka hyrë në sallë, me atë ignorancën e vetë, me atë ftyrën e kriminales, me atë ftyrën e shpirtëzezës, na ka shiku të gjithave me radhë. Dhe për mu është një ditë e fitores sot, për faktin se ajo sot ndodhet në pozitën që kemi qenë na, për më vjen keq që ne pagujmë taksa, edhe ju gazetarë dhe të gjithë qytetarët e Kosovës, që ajo të ushqet me taksat tona. Një kriminale tillë duhet të dënohet, të dënohen edhe ato të tjera të munges që në mënyrë për neve, grave, vajzave, që mi burgos në rrethana të jashtëzakonshme, që kemi punu për liri dhe pavarësitë Kosovës, që na kanë dëmtuar edhe gjymtyrët, na kanë dëmtuar psikikisht, moralisht, na kanë përull, na kanë sharë kombin, na kanë sharë ushtrinë çlirëmtare të Kosovës, na kanë sharë nënat shqiptare, djepin e fëmijëve shqiptar dhe gjithçka tjetër.